Spektakli I së shtunës në Big Brother VIP Albania 4 solli një moment të bujshëm për Eglin, e cila ishte e ftuar në studio pas largimit nga shtëpia. Teksa diskutonte për eksperiencën e saj në reality show, produksioni I përgatiti një surprizë as pak të këndshme, një klip që zbuloi detaje shokuese mbi marrëdhënien e saj me Gjestin. Nelin, fillimisht në pamjet e transmetuara u shfaqën momentet e ëmbla mes dyshes, me deklarata dashurie dhe afrimitet të ndërsjellë brenda shtëpisë. Gjestin dhe Eglin dukeshin të lidhur ngushtë, dhe ndjenjat e tyre ishin përjetuar si të sinqerta nga ana e audiencës. Por, më pas, klipi mori një kthes dramatike, duke zbuluar një tjetër anë të Gjestit. Në një rrëfim privat në dhomën e rrëfimit, ai shprehej, New Line. Nelin, kur të dal nga këtu, do të zhdukem, s'do të mi shoh sy. Nuk e di si e ka paraprir kjo, unë në Prishtinë e kjo në Tiranë s'mundem me e dasht, Nelin, kjo deklarat tronditi jo vetëm Eglin, por edhe publikun dhe opinionistët, duke ngritur pikpyetje mbi sinqeritetin e ndjenjave të tij. Kontrasti mes fjalëve të tij brenda shtëpisë dhe atyre në rrëfimet private ka ndezur një debat të madh në rrjetet sociale, ku fansat po diskutojnë nëse marrëdhënia e tyre ishte e vërtet apo thjesht një strategji loje. A ishte gjithçka një lojë nga ana e Gjestit, apo ndjenjat mes tyre ishin të sinqerta? Një pyetje e tillë po diskutohen gjerësisht mes fansave dhe ndjekësve të programit. Nelin, të tjerë vënë në dyshim integritetin e Gjestit, duke e cilësuar atë si një manipulator. Më shumë se kaq, ata argumentojnë se Gjestin kishte një strategji të qartë për të fituar simpati nga publikun, duke parë përfitimet e mundshme që mund të sillte një marrëdhënie fluidale me Eglin. Nelin, ndërsa debati vazhdon, Eglin ka shprehur një qëndrim më të qetë. Ajo theksoi se ndjenjat që ndjeu për Gjestin ishin të sinqerta dhe se ajo nuk e konsideronte marrëdhënien një strategji loje. Në një intervistë, ajo tha: "Unë kam ndjerë gjithmonë se ai ishte një lidhje e veçantë për mua. Nuk e di se çfarë mendon ai, por për mua ishte më shumë se një lojë." Nelin, ajo vazhdoi të shpjegoj se si ndjenjat e saj ishin të thella dhe se ajo nuk e kishte imagjinuar se Gjestin mund të kishte një mendim tjetër pas përfundimit të programit. Kjo e bëri situatën edhe më të ndërlikuar, duke krijuar një disharmoni mes asaj që ndjen dhe asaj që tregon publikisht ai. Nelin, publiku tashmë është në një pozicion për të gjykuar se kush e ka të drejtë. Shumica e bisedeve në rrjetet sociale janë të ndara, me disa që e mbështesin Eglin dhe të tjerë që akuzojnë Gjestin për veprime të pabesueshme. Ky përçarje në mendime tregon se sa të ndryshme janë percepcionet e individëve për dashurinë dhe marrëdhëniet në programet e reality show. Nelin, pavarësisht polemikave, eksperienca e Eglin dhe Gjestit në Big Brother VIP Albania 4 ka shkaktuar një reflektim të thellë mbi çfarë do të thotë të jesh I vërtet në botën e reality show. A është e mundur në fakt të tokeni ndjenjave të sinqerta në një ambient të mbushur me strategji dhe manipulime? Gazetarët dhe analistët po përpiqen të sjellin përgjigje për këto pyetje, duke përfshirë edhe ekspertë të marrëdhënieve dhe psikologjistë. Nelin, si përfundim, kërkohet të fshejë një mesazh për të gjithë ata që ndjekin reality show. Ndjenjat janë të komplikuara dhe ndonjëherë ato ndodhin në mjedise që nuk janë aq të vërteta sa duken. Kjo situatë mes Eglin dhe Gjestit është një dëshmi se dashuria dhe strategjit mund të shkojnë dorë për dorë, duke lënë një shije të hidhur në gojë për ata që shikojnë dhe përfshihen emocionalisht